ndërsa Partia Demokratike çel fushatën e saj elektorale sot pasdite me një tubim të mbajtur në sheshin Nën Tereza. Aty ndodhet gazetarja Yıldız Shuaipi për më shumë informacion. Yıldız, si është konceptuar çelja e fushatës nga opozita dhe kush pritet të flasë sot? Anjola, edhe pse motorët e fushatës elektorale janë ndezur prej kohësh tani më, na mbetet vetëm pak orë para nisjes së mitingut zyrtar të Partisë Demokratike dhe Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit, si kundër edhe 4 vite më parë, demokratët kanë zgjedhur të njëjtin shesh, atë Nën Tereza, për të çelur zyrtarisht fushatën e tyre elektorale. Por kësaj radhe do të ketë një skenografi krejt ndryshe dhe nga ana e organizatorëve dhe drejtuesve të fushatës Chris Lasivita, që është një erazi edhe strategu i fushatës presidencialeve të Amerikës Donald Trumpit në vitin 2024, është menduar që edhe kjo fushatë e demokratëve të jetë e njëjtë me atë të presidentit Trump. Në hyrjet e bulevardit që çon në sheshin Nën Tereza do të jenë të vendosura 11 numra 1, që në fakt numri 1 dihet tani më simbolizon edhe numri në fletën e votimit të Partisë Demokratike dhe të Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Do të jenë 3 ekran LED ata në të cilët do të shfaqet një, le të themi, dokumentar për historikun ndër vitet të Partisë Demokratike. Është bërë, le të themi, ky dokumentar nga ana e demokratëve të departamentit Brain Gain në Partinë Demokratike, është konceptuar në formën e një town halli. Sikundër ju e shikoni, në sheshin Nën Tereza janë vendosur disa karrige ku do të qëndrojnë të ulur jo vetëm Sali Berisha me ekipin e tij që synon të rikthejë në pushtet demokratët pas 12 vite qëndrimi në opozit, por do të qëndrojnë edhe qytetarët të tjerë cilët do t'i bashkohen këtij mitingu. Është vendosur edhe një podium ku do të ngjiten dhe të flasin dhe ku peshën kryesore të kësaj fushate do ta ketë jo vetëm kryedemokrati Berisha, por edhe drejtuesi i fushatës elektorale të Partisë Demokratike dhe të Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore Chris Lasivita, pas të cilit do të qëndrojnë të rinjt. Është i njëjti, le të themi, skenar e i njëjta strategji si kundër është ndjekur edhe në fushatën e presidentit amerikan Donald Trump. Është një strategji e re kjo, dhe që pa diskutim peshën kryesore, si kundër unë e thash, do ta mbaj në këtë fushatë kryedemokrati Sali Berisha dhe drejtuesi i fushatës së tij Chris Lasivita.